4 Prilli shënon ditën botërore të kafshëve ndacak. Të shumtë janë qenë dhe macet të pastreha që janë në rrugëve të qytetit dhe jetojnë në kushte tepër të vështira. Strehëza ngritur nga Bashkia Shkodër pak vite më parë, po i vjen në ndihmë rreth 200 qendrë të braktisur. Çdo ditë vazhdon të ketë kafshë ndacake në rrugët e qytetit. Situata është gjithmonë në përmirësim për shkak të punës e cila po bëhet me trajtimin e kafshëve ndacake. Çdo ditë stafi i bashkisë janë në terren duke u marrë me situatën e tyre, me trajtimin kryesisht të qenve, por ashtu bëhet një farë pune nëpërmjet projekteve të sterilizimit bëhet edhe me macet, por kryesisht jemi të fokusuar tek qent. Megjithse situata duket se ka njohur përmirësim, sërish në Shkodër janë të pranishëm qendet ndacak. Duke pasur parasysh dhe projektet të sterilizimit që janë bërë në vazhdimsi, numri i qenve ndacak në rrugët e qytetit është më i ulur, statistik mace e këtyre është edhe treguesit për shembull të rasteve të agresivitetit karshi njerëzve. Statistikat e spitalit për kafshimet e qenve janë në ulje krahasuar me vitin e kaluar. Mënyra më e mirë për mbrojtjen e tyre është vaksinimi, sterilizimi, gjithashtu dhe mos braktisja atyre. Kur një kafshë merret në familje, ajo duhet detyrimisht të cilësohet si një antar i familjes. Duhet që të bëhen të gjitha trajtimet e nevojshme të saj, trajtimet shëndetësore dhe mirëmbajtja e saj. Nuk mundet, është e papranueshme braktisja atyre. U bëjmë thirrje të gjithë, sidomos në këtë ditë botërore që është për kafshët e ndacake, u bëj thirrje të gjithë pronarëve të cilët kanë kafshët e tyre. Vaksinoni, i sterilizoni, sepse është e domosdoshme sterilizimi i tyre, sepse ka shumë pronarë që mendojnë se nuk e braktisin kafshën e tyre, por braktisin të vegjëlit e saj, kotelet apo klyshët, dhe kjo është po njësoj krim si të braktisin kafshën e tyre. Ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve, i sterilizoni, i vaksinoni, mos i braktisni dhe sa më shumë i ftoj të gjithë të vinë në strezat e bashkisë, të shikojnë, të adoptojnë, sepse janë vërtet qenë shumë të mirë dhe qenë që mund të përshtaten shumë mirë me ambientet familjare. 4 Prilli si ditë ndërkombëtare e kafshëve ndacak ka filluar në vitin 2010 me iniciativën e disa organizatave hollandeze. Kjo ditë manifestohet në rreth 20 shtete të Europës.